Peshje? Unë nuk jam ka shoh vullnetin e Zoti Kurti për të propozuar presidentën e taneshëm dhe besoj që Zoti Kurti ka me shiku gjëre gjatë edhe ka me një ndeshkim për shkak që presidenti aktuale nuk ka qenë shumë e ndëgjueshëm për të edhe nuk ka luajtur një rol kogjo konstruktiv në raporte të tilla. Zoti Kurti nuk e përjashton mundësinë që me posë një marrëveshje pavarësisht me cilin do subjekt që nuk e shen në të armën një pengesë për të edhe për qeverinë për shumë projekte të tilla. Ju e shpat edhe vret që në këtë 2 ditë të fundit më shumë pat zëra kritik nga Lidhja Demokratike sa nga subjekte tjera politike, nga PDK, nga AKJ. Më shumë kanë kritik në natyrat e diskutimit Lidhja Demokratike se sa ajo që ke nga Partia Demokratike, nga AKJ. Kjo tregon një shenjë pak më ndryshe se sa këtë në të kaluarën. Edhe çështja e Zotit Kurtit me afërsien, me gjuhën, me komunikimin, me të cilën e ka edhe po zhvillon me subjekte politike, nuk e përjashton që mund të ketë edhe një efekt tjetër. Nëse nuk ka pajtueshmëri, si pako, mos e përjashton që vendin mund ta çojë në zgjedhje, sepse intereson atina që sa më shumë të dëmtoj Lidhjen Demokratike, e të fuqizohet vetë si subjekte, një diku e ditë që elektorati i Lidhjes Demokratike është mundësi më e mirë, më e madhe të orientohet ka lëvizja vendosëse. Kurse për parti tjera nuk është e prekshme dhe nuk mund të ndikojë aq shumë sa që mund të ndikojë Lidhja Demokratike. Lidhja Demokratike është vetmja parti tash aktualisht që ka kriza më të thella në koncept